ti Shëndrit, nuk kam çfarë të bëj. Je një njeri, je një njeri. Po them, për të njëjtën gjë sot, ndërsa diskutoj kush mund fitonte Big Brotherin. Nuk përmendë një person, përmendë 7. Pastaj i detyruar nga rrethanat, vajte dhe zgjodhe një emër. Tani, ky je ti. Nuk kam çfarë të bëj. Unë qëndrimet e mia ky personi e ti. Je personi që çmon lojën e Rogertit dhe që ke qëndrime të këtij lloji këtu brenda. Unë po them, kalon nga njëra anë e asaj që të interesonte te tjetra dhe mua kjo më bën të quaj ty një tan të avancuar. I ndron qëndrimet sipas nevojës tënde. E quajte Selinin përdoruese, ndërkohë që kur Mali ta thoshte ishte totalisht kundër kësaj gjë. Edhe jam kundër Malit sepse përdoruese e meshkujve nuk është. E quajte vetë në një Nuk është. E quajte vetë në një pranë. E ka përdor gimbon, isha shumë specifik. Po, gimbo është mashkull, baraz me përdoruese meshkull. Po, gimbo është mashkull, po gimbo nuk është i barabart me meshkull. Në shumic, nuk është në shumic gimbo. Unë nuk mund ta quaj një vajzë përdoruese e meshkujve, sepse cilët meshkull, përdoruese e gimbos, a di çfarë termi është përdoruese e meshkujve? E ke quajtur ti. E ke quajtur ti. Nuk e kam quajtur. Unë nuk e kam quajtur Selinit. Ja, unë se kam quajtur. Mali ka qujtja ka shumë jastak me buskuq përdoruese e meshkujve. Niset nga rrethanat e Selinit brenda shtëpisë. Po, javën e parë, javën e dytë,